Të nderuar e të dashur banor të komunës së Likovës, banor të fshatit Mateq, të nderuar përfaqësues të xhamive, shumë të nderuar drejtor komunal zotri Hamdi Sherifi dhe zotri Ylber Neziri, të nderuar deputet, të nderuar drejtor shkollash, këshilltar komunal, administrat komunale, shumë i nderuar nikoqir kryetar zotri Arifi. Jemi sot në fshatin Mateq, ashtu që pas Likovës, Orizarës e Slupçanit, erdhi radha që të bëhet lëshimi i ujit për përdorim edhe për të gjithë fshatin Mateq, ashtu që sikurse edhe kolegu im në xhami siç e lajmëroi adhurimi, do keni ujë 24/7 që do jetë në përdorimin tuaj dhe të banorëve të këtij fshati. Më lejoni që për këtë punë e projekt padyshim do t'i ndjehemi falënderues kryetarit të komunës së Likovës, zotri Erkan Arifi, administratës komunale, këshilltarëve komunal, ish drejtorit të nderuarit zotri Hamdi Sherifi dhe drejtorit aktual Ylber Neziri. Për mos që u marrë më shumë kohë, më lejoni që në fillim të ftoj për fjalë rasti dhe për t'ju përshëndetur këtu si nikoqir këtij vendi diasporën tonë, kryetarin e shoqatës, zotri Liman Dalipi të merr fjalë. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje për bashkëfshatarët e mi. Kjo dita është e veçantë për fshatin tonë, për ujin që po bëhet, që është prioritet për këtë shtëpijet. Po mos të harrojmë edhe kontributin e pleqëve tonë, baballarëve tonë, që e kanë bërë, po që edhe atu i nuk të ta ukmi, dhash Zotit të ta bojmë bashkarisht, disa lagje, disa qeshme, po faleminderit e për Erkan Arifit që me bashkëpunim edhe na si shoqate kemi dhënë atë kontributin ton, edhe për ujin, po edhe shumë projekte për bashka. Urime dhe egzofshi, faleminderit shumë. Pa hoxhallarët, padyshim që kjo punë në fshatin Mateq, po dhe në gjitha fshatrat, nuk do kishte sukses. Ata padyshim janë ur lidhse ndërmjet komunës si institucion, xhamisë dhe banorëve. Më lejoni që para jush të ftoj imamin e xhamisë së fshatit Mateq, të nderuarin Hoxh Enver Azizi për fjalë rast. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar të pranishëm, si sot më kujtohet në këtë vend para 40 viteve, tash sakt vitit 82, 3 apo 4 kur ka qenë, kur pa të bëu manifestimi i lëshimit të ujit, atë ujë të cilin e kena pas deri tash. Po ja për nevoja e lypi që prej atëherë fshati janë shërritën 200 apo 300%. Po falë kryetarit komunës angazhimit ti të cilën njerëzit mendojnë se shumë shpejt ka ardhur deri këtu, po unë kam qenë gjithmonë pranë tij duke nxit që sa më shumë u punun këtë drejtim çështjen e ujit, se nevoja ka qenë e banorëve. Edhe unë e di pak sakrificën e tyre që kanë pas, por ato e din edhe mas miri. Po një falemnderim të veçantë ja kisha dhënë të gjithë atyre të cilët deri tash punun me mbajt ujin në krye me haxhisnin e kena si plaki më i vjetër në fshat, sa herë në angazhimet tona të cilët i kena bë, ai ka qenë lokomotiva e jon, edhe shpesh herë i kam thonë, kam dëshirë që edhe një xhami kur të niset xhamia tjetër, tjetë ki ai nismëtari i asaj xhamie. Po mosha e bonit vetën, po mos ta harrojmë se kia ka dhënë kontributin të madh jashtëzakonisht në fshat, edhe unë si imami i këtij fshati, edhe atëherë, edhe tash me udhëheqësien tash të cilën e bojnë, kam qenë pranë tyre. Edhe gjithmonë kush do të jetë në çështjen e ujit, mirëmbajtjen e ujit, do të jem pranë tyre edhe ndihmën e tyre. Ju faleminderit të gjithëve. Siç e thash edhe në fillim, në ardhin e kësaj dite të rëndësishme për fshatin Mateq, padyshim që falënderues duhet të jemi ish drejtorit zotri Hamdi Sherifi dhe drejtorit aktual zotri Ylber Neziri. Sot të pranishëm pranë nesh që kemi edhe deputetin e zonës tonë, zotri Riad Shaqiri. Faleminderit për fjalën e dhënë, nderuar Aga Haxhi, që po drejtohem se je më i moshumin mesin tonë, i nderuar kryetari i komunës, të nderuar të pranishëm, të nderuar hoxhallar që jeni shtylla kryesore e shumë projekteve dhe shumë çështjeve të cilat thjesht me një forme na ndihmoni që të kanalizohen shumë çështje në nivel nga ajo
shpirtërorja në atë që është shoqënore. Të nderuar drejtor, i nderuar Hamdi, i nderuar Ilber, nderuar kryetari i komunës dhe shumë tjerë, ju që jeni prezent këtu administratë komunale që në mënyrë të palodhur jeni pjesë e administratës së përditshme për të hartuar dhe për të krijuar projekte të cilët janë të nevojshëm për banorët e komunës së Likovës. Sot bashkarisht jemi në fshatin Mateç, ku po përurojmë ujësjellsin e fshatit Mateç, që uroj që të jetë një ujësjellës ku do të shërbej për gjithë qytetarët, për gjithë banorët e komunës së Likovës, në përgjithësi, por për fshatin Mateç në veçanti. U përmend këtu se në kohën e mahershme banorët e fshatrave tonë kanë qenë të organizuar në mënyrë individuale, si bashkësi lokale, për sjelljen e ujit të pishëm dhe për shumë projekte tjera, po krejt këtë punë e kanë hartuar apo e kanë ndihmuar në bashkëpunim edhe me xhamit e fshatrave, të cilët kanë qenë një suport jashtëzakonshëm për realizimin e këtyre projekteve. Ja që sot kemi domethënë institucionin komun, i cili thjesht me një forme e kanalizon në aspektin administrativ dhe në aspektin institucional atë pjesën e projekteve e cila është e nevojës jetike për qytetarët që jetojnë në këtë zonë. Është fakt se komuna e Likovës është një nga zonat më rurale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, po fal një menaxhimi të mirë, fal një administratë të jashtëzakonshme të komunës dhe fal një këshilli të mirë të jashtëzakonshëm, pavarësisht nga ajo se pjesa e qeverisjes e bën të vetën dhe pjesa e opozitës në kuadër të komunës së Likovës e bën të vetën. Sigurisht se ka një harmonizim të qëndrimeve, ka një bashkëfunksionim në drejtim të asaj që gjithçka që është në të mirën e qytetarëve duhet të përkrahet dhe të mbështetet. Unë uroj fshatin Mateç, uroj banorët e fshatit Mateç që këtë ujë ta pinë me shëndet, të kenë shëndet të mirë dhe thash Zoti që çdo herë të burojnë burimet e fshatrave tonë, të kemi ujë të pishëm çdo herë në pjesën tonë dhe të funksionon domethënë edhe habitati i jetës në këtë pjesë. Andaj ju përgëzoj për këtë punë, uroj që edhe shumë projekte tjera të përfundojnë. Fillimi ishte domethënë me Likov, Slupçan, Orizore, tash me përfundojmë Mateçin. Kryetari ki për obligim që domethënë edhe pjesë tjera sa më shpejt ti furnizojsh me ujë edhe ta përmbillmi këtë pjesë që është domethënë ajo që është më jetikja për gjithë banorët. Urime edhe një herë gjithëve. Faleminderit. Më lejoni që para jush të ftoj arkitektin e komunës së Likovës, kryetarin tonë, Nikoqirin e fshatit Mateç, të nderuarin Erkan Arifi. Të dashur bashkëvendas, të nderuar dhe shumë të respektuar banor të komunës së Likovës, të nderuar hoxhallar të fshatit Mateç, të nderuar këshilltar komunal, të nderuar administrat komunale, të nderuar drejtor të ndërmarrjeve komunale, i nderuar deputet i zonës dhe ju të gjithë të tjerët të cilët jeni prezent në këtë ditë madhështore për banorët e fshatit Mateç dhe për banorët e komunës së Likovës në përgjithësi. Sot është një ditë e bekuar për banorët e fshatit tonë. Sot është një ditë e shenjtë për banorët e komunës tonë. Andaj unë dua të falenderoj të gjithë ata që më herët kanë kontribuar për mirëmbajtjen e sistemit ujësjellësit nga pijet e tona, nga malet e tona. Dua të falenderoj të gjithë ata të cilët çdo ditë kanë kontribuar që ne sot të gëzojmë këtë projekt në të mirë të banorëve të fshatit Mateç dhe të komunës së Likovës në përgjithësi. Një falenderim të veçantë për shoqatën e mërgjimtarëve dhe unë jam Mateçi, me në krye Liman Dalipin, të cilët jetojnë, veprojnë në për shtete të ndryshme, ndërsa me zemër dhe me shpirt janë në fshatin Mateç. Të nderuar të pranishëm, ta gëzojmë ujin për pije të gjithë banorët të fshatit Mateç. I ardhë radha edhe fshatit Mateç, pas fshatit Slupçan, pas fshatit Orizare Likov, sot jemi në fshatin Mateç, ndërsa javët e ardhshme do vazhdojmë edhe në për fshatrat e tjerë. Ta ruajmë këtë ujë sikur sytë e ballit. Ka qenë nevoje kahmoçme. Fëmijët tanë në shkollën fillore nuk kanë pas ku të pinë ujë për pije. Prej sot do kenë ujë të gjithë banorët dhe ju falenderoj nga zemra të gjithëve, ju dëshiroj shëndet
dhe dha Zoti të keni të mira në familjet e juaja. Faleminderit shumë gjithëve. Inshallah shërben 200 vjet e boni Zoti nasip që u bon. Faleminderit, na keni ndihmuar krejt. Zoti ju rujtë. Shumë ka vonë dorë, shumë. I rarosë ati, ka pasër pëndime njësit, janë mënava krejt, s'kam pasë më nësaj qaj. Ti erdhë rasi edhe hem se vape, hem krejt, duhet t'i ruje krejt, për uj kemi hek. Faleminderit shumë. Allah ju rujtë, krejt. Amen, faleminderit dhe të kemi. Fillimisht ju falenderoj juve si medium që keni ardhur prezente ne. Po para së gjithash duhet ta kemi një falënderim të veçantë ndaj Arif Musliut, këtë çka po e shohim këtu afër. Ki ka qenë ai mirëmbajtësi i ujit 40 vite me radhë, me sakrifica dhe me mund. Mirë po nevoja fshatit u lip që me qenë shtesë e ujit, se ajo nuk na furnizoi ke boll me ujë. Tash fal kryetarit komunës, angazhimit ti me stafin e vet. Sot shpresojmë se do të kemi ujë të bollshëm në të ardhmen. Më së pari ju uroj fshatit Mateç këtë punë që e kemi marrë me shumë vite. Erdhë vakti që edhe këtë ta përgëzojmë. Inshallah e shfrytëzojmë këtë ujë me të mira. Vetëm duhet këtë punë duhet me këshi shumë mirë se duhet ruhet ujë. Ki ujë është i filtruar. Ki nuk gëzon me vadit kopshteve, ose sigur shkajmi mësu këto në fshat ujin me shfridzu pa kontrol. Edhe kontributin e kryetarit Arifi? Kontributin e kryetarit e shfridzojmë shumë mirë, shumë punon, shka thot e realizon, edhe këtë për këtë ujë nuk zishin besë se do të bëhet, krejt të ishen edhe 100 vite edhe amët që u bon. S'ka si cëlla pun, i ven funi. Inshallah, ju uroj sukses këtë fshatit Mateç. Shumë mire në të një vetëm. Teri shte kemi hek për ujë, që me që këta gjenë kemi nga, kur në ka në luj kemi nga në përmal, me traktor, që ki plak me traktor në ka bojnë. Sa kemi pa mësime kemi pranë. Këtë katunin nësë në kemi qitën, me punu, kemi dalë 3 vetë, familjena me këta, 3 vetë kemi dalë, ka bon vakit, 2-3 ditë kemi dalë me punu, me pruni. Si e vlerëson përgjithsi kontributin e kryetarit Arifi që për e banë këtë punë me ujë? Na ka dhonë zorë shumë, ama na i kemi një mund, e kemi përkra shumë. Sa kemi mujt e kemi përkra shumë, kemi përkra shumë. Po punën e kryetarit Erkan Arifi na e vlerësojmë si moti, po tash me ujin e ka bon të edhe ma mirë.
kjo është ujë, domethënë është një çështje shumë kryesore për neve si mërgjimtar. Ne shtëpijet për ndërtojmë shumë të shrejta dhe ama uji kena pas mungesë. Kena pas mungesë të ujit, po tash edhe na i ban edhe pushimin më të lehtë. Domethënë uji kryesor është që në shtëpi është gjëja më elementare, ajo është puna e parë. Edhe për Erkan Arifit kemi shumë mirënjohje, kemi shumë respekt që në fshatin tonë, po edhe tjerë fshata ka bën shumë punë të mira, po edhe me neve si shoqat kena bën bashkëpunim shumë të mira. Po ju edhe si shoqat keni shumë aktivitete që i realizoni këto në fshatin Mateq. Po e kemi edhe na kontributin tonë me rreth me ujin, jo shumë, po e kemi vazhdimisht jemi në kontakt. I kemi na rinien këto, i kemi përmi 15 këshilltar këtu që janë aktiv edhe gjithmonë kemi pas piqe ku metëm, qish metëm me ujin, edhe sot ja dulëm një këtune, edhe thash Zoti që edhe projekte tjera, edhe për ujin, edhe për shumë projekte tjera do t'jemi bashkë me Erkan Arifin.